Shkruan Irena Beqiraj. Historia është një mësues i ashpër por i mirë. Ajo na mëson se politika e jashtme është si kënga e Nastradinit që qemane si bie sot por muzikën e dëgjon nesër. Çdo lëvizje, pjesëmarrje, reagim matet mirë. Madje një politikan i mirë është ai që sheh atë që sot nuk duket. Ka dy ngjarje që po ndodhin në të njëjtën kohë edhe që po maten me kujdes nga vendet europiane anëtare të NATO-s. E para, bordi i paqes, i cili nuk është hartuar specifikisht për Gazën, por si një organ i përhershëm që pozicionon veten në mënyrë të qartë si një alternativë ndaj institucioneve ekzistuese të OKB-s. E dyta, çështja e Groenlandës. Me sa duket, Trump nuk dëshiron asnjë aleancë me Groenlandën. Nëse nuk e blen atë, ai ka vendosur të pushtojë një vend sovran, një veprim ky i kundërshtuar nga një shumicë e madhe amerikanësh. Rruga për në ferr shtrohet gjithmonë me qëllime të mira. Ndaj edhe fillimisht u tha se kjo kishte të bënte me sigurinë kombëtare, sepse Arktiku, fal ngrohjes klimaterike të polit veriut, po bëhet një pjesë shumë e diskutueshme e globit, me rrugë detare më të vlefshme dhe aktivitet ushtarak. Rusia dhe Kina i kanë syt nga kjo dhe kështu duhet bënte edhe Amerika. Por Groenlanda është tashmë në NATO dhe danezët dhe groenlandezët do të ishin më shumë se të lumtur që të gjitha bazat amerikane që dikur ishin atje të aktivizoheshin aq më shumë nëse është e nevojshme. Në fund të fundit, danezët janë ndër anëtarët më të mirë të aleancës. Ato u angazhuan në luftrat në Afganistan dhe Irak për shumë vite me shumë viktima. Madje kur Gjermania dhe Franca refuzuan të dërgonin trupa për të shoqëruar SBA-t dhe Mbretërinë e Bashkuar në Irak, parlamenti danez votoi për të mbështetur SBA-t. Pra, fjalë për fjalë, danezët kanë dhënë jetën për amerikanët. Këtë javë Trump u përpoq të sugjeronte se nëse SBA-t nuk e pushtojnë Groenlandën kundër dëshirës së popullit të saj, Rusia dhe Kina do ta bëjnë. Edhe kjo duket një arsyetim absurd. Nëse Rusia ose Kina do të kërcënonin sovranitetin e Groenlandës, NATO do të vinte në punë nin 5. Kjo është arsyeja pse Rusia dhe Kina nuk e kanë bërë. Pra, çfarë mbetet për të mbrojtur pushtimin e saj? Disa thonë që Trump dëshiron të zgjerojë gjurmët e domenit të tij. Trump dëshiron një Amerikë që duket më e madhe në mënyrë që ai të mund të fitojë lavdin. Por as kjo si arsye nuk bind, ndërsa me bordin e paqes kërkon të jap fund OKB-s, me anë të pushtimit Groenlandës, po kërkon që në mënyrë efektive të jap fund NATO-s. Çdo sekond që një aleat i NATO-s kërcënohet në këtë mënyrë, dëmton thellësisht aleancën dhe rrezikon rendin e të gjithë botës. Ndërsa vendet e NATO-s po bëjnë të qartë me shtimin e trupave në Groenland se një luftë në Groenland është një luftë kundër NATO-s dhe në N5 do të aktivizohet, Trump po shpall shtimin e tarifave për arsye krejtësisht pa lidhur me tregtin apo ndonjë emergjencë ekonomike të mundshme. Kjo situatë imponon që vendet europiane anëtare të NATO-s të mos nxitohen për të shpallur pjesëmarrje në bordin e paqes, por të marrin kohë të vlerësojnë qëllimet, statusin, kushtet dhe kërkesat që do të imponojë kjo organizatë si edhe të qartësohet qëndrimi i Trump ndaj NATO-s. Çdo mendje e mençur europiane që kam lexuar saktëson që i vetmi europian që ka marrë ftesë personale është Blair, që më shumë se 60 vende nëpërmjet liderëve të tyre nuk janë ftuar në një event për meritat veçanta personale, ku do të ndahen çmime apo dekorata, por në një organizatë e cila mund të destabilizojë rendin aktual të paqes, ndaj është një pjesëmarrje e cila duhet peshuar, vlerësuar, pasi nga lehtësia e interesave të vogla të momentit mund të jenë në anën e gabuar të historisë.